është ligji njëjtë i cili ka në vitin 2024, është kaluar me procedurë të përshpejtuar, sa për propagandë elektorale, mi po si tilla i ligjë, baza asaj në çfarë është parapa, janë parapërsisht edhe 20 udhëzime administrative me cilat duhet të rregullohet për të funksionalizuar sigurinë shëndetësore. E kanë thënë edhe vetë zyrtarët e vetëvendosjes që kjo merr kohë dhe sipas këtyre që kemi parë deri më tani, ai nuk mund të jetë funksional sipas deklarimeve të tyre para vitit 2030. Pra nuk e kishin qëllimin për të bërë sigurinë shëndetësore funksionale, por kishin qëllimin me miratu një ligj sa për t'i mashtruar qytetarët se gjoja ata kanë bërë një ligj, derisa ne kemi ligjin për sigurinë shëndetësore për vitin 2014, mi po s'kena pas menaxher shëndetësor të cilët implementojnë sigurinë shëndetësore. Pra janë disa parakushte për të funksionalizuar sigurinë shëndetësore, e këto janë të rëndësishme. Funksionalizimi i SISH-it, lista e shërbimeve të cilat i mbulon sigurimi shëndetësor, çmimorja e shërbimeve shëndetësore dhe për 6 vjet na s'kena pa asnjë punë që këta e kanë bën në këto 3 shtyllat kyçe të cilat janë esenciale për funksionalizimin e sigurimeve shëndetësore. Dhe si i tillë pra ishte bërë për propagandë elektorale dhe jo për të shërbyer qytetarëve.